për momentin çmimet ushqimore për edhe jetesa është pak e shtrenjtë, mendoj që 500 euro do të më kanë rroga minimale. Edhe ato bëhet çaq vështirë që do 2 familjar prej një shtëpies me punu, për me mujt me ekzistu një jetë mesatare. Për me mbijetu, për shkak që çmimet janë tepër të larta, si të energjisë, si ushqimet. Përshëndetje. Përshëndetje. I nderuar si je, mirë. Mirë, faleminderit, si jeni? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, prej nga jeni? Jemi nga Shkupi. Nga Shkupi. Pse je son Ferizaj? Sot jam dalë me bashortën vetëm ushqitit. Kohën më shumë e kalojmë në Kosovë, kështu kemi dëshirë. Më shumë Kosovë, Po. Atje çka punon, me çka merret? Për momentin jam jashtë, jetoj në Zvicër, Zvicër. o tash jam marrë pushim, kështu që po vi me kalu kohën e lirë, pushimin ta shfrytëzoj. Po tregon sa po të pëlqen atmosfera në Kosovë këtë kohë? Më shumë pëlqen atmosfera në Kosovë se tek ne në Maqedoni. Se më pëlqen më shumë lokalët, sheshët, më shumë folë shqip, shërbimi kështu. Më pëlqen më shumë. Jo që s'du me bë edhe kritika ndaj Shkupit, po këto më shumë kemi dëshirë me ardhë. I nderuar unë, po të shoh që je në Ferizaj e tregove mirë, po qytetet tjera të Kosovës i viziton? Po, e vizitoj Gjelanën, e vizitoj Prishtinën, jemi kështu me familje, familjar, me fëmijë, dalme në për këto, në për lodra, në për trambolinat, i kanë qef Mileniumi, Vitalandin, rregullisht i kem. Pyetja që kam për sot realisht nuk përputhet as pak me ty, sepse kam me so pore jetuat mirë në Kosovë. Mundesh me u përgjigj këto apo jo? Po mundem mu përgjigj, o më shumë po përgjigjna për Maqedoni, se familjarët i kam që jetojnë në Maqedoni, për momentin çmimet ushqimore për edhe jetesa është pak e shtrenjtë, mendoj që 500 euro do të më kanë rroga minimale. Edhe ato bëhet çaq vështirë që do 2 familjar prej një shtëpies me punu, për me mujt me ekzistu një jetë mesatare. Për me mbijetu, për shkak që çmimet janë tepër të larta, si të energjisë, si ushqimet. Më falë, besoj që edhe në Kosovë është ashtu se i përcjelli shumë rrjetet sociale, jo që nuk mirëna me politikë, po i përcjelli lajmat, i përcjelli ngjarjet, kështu që edhe këto mendoj që do të rroga 600 euro më kanë, për shkak se shumica që kanë shtëpijat e veta private është pak më ndryshe, po më kanë edhe me pagesë mujore, me qira, është vështirë, do të më kanë minimum 700 euro. Unë mendoj ashtu. Ashtu, i nderuar. Kur vjen në Kosovë ose edhe në Maqedoni, çka shpenzon më shumë ti personalisht? Unë më shumë këto shpenzojmë na për ushqime. Kemi për garderobë për ato më shumë i marrë në Zvicër, a këto më shumë vim shemë për lokale, në restoran, në ushqime, edhe me fëmijë me kalu. Ashtu, i nderuar, faleminderit shumë, kënaqësi që edhe juve, kënaqësi, ju përshëndet gjithëve. Gjithashtu. Faleminderit. Faleminderit.